Tani të dashur miq, ja ku po takohemi edhe një herë për t'ju rikujtuar sonte në orën 22 në kanalin Monitor TV deri në orën 12 të natës do të ndajmë 2 orë bashk me emisionin e fundvitit, një emision i punuar me shumë dashuri, një emision i punuar me shumë pozitivitet, vetëm për ju. Në fakt unë dua tani të ndaloj pak tek Klodiani dhe tek Eliona. Klodiani dhe Eliona ditën e djeshme kanë qenë në qendër të vëmendjes për afrimitetin e tyre. Tani të jesh brenda një shtëpie me 100 kamera, të jesh aty për muaj të tërë, dhe pas teje të ketë histori që në fakt ty të djegin më së shumti, ti të dhëmbin më së shumti dhe ty të sjellin një energji shpirtërore, me patjetër që ti do të jesh në qendër të vëmendjes. Klodi dhe Eliona ditën e djeshme i dhuruan shumë dashuri njëri tjetrit, i dhuruan shumë pozitivitet, i dhuruan shumë përqafim, i dhuruan shumë kënaqësi, atë dashuri që në fakt edhe u keq interpretua në shumicën e rastit, sepse përflitej që ka një marrëdhënie dhe një lidhje mes tyre. Klodi ishte shumë keq, ishte shumë i mërzitur. Tani Eliona dhe Klodi, njëkohësisht dhe Londrimi, kanë krijuar një afrimitetin e tyre brenda asaj shtëpie. Do me thënë, janë duke qëndruar të tre së bashku gjatë kohë, janë duke ndarë momente të tre së bashku, janë duke kaluar bukur të tre së bashku dhe kjo në fakt i sjell që të jenë në qendër të vëmendjes. Dhe përqafimi, ajo ngrohtësia shpirtërore që Eliona i dha Klodit e bëri Klodin që të jetë në qendër të vëmendjes. Ndoshta nga Eliona ka edhe një lloj pëlqimi për shpirtin që Klodi e ka, sepse Klodi ka treguar që është një njeri me zemër shumë të mirë. Çfarë më ra në sy mua? Edhe në momentin kur Eliona mundohej që të flinte, në asnjë mënyrë nuk e merrte gjumi pa i thënë natën e mirë Klodi dhe pa e përqafuar Klodi. Tani, aty janë 24 orë bashk, pa kamera, pa telefona, pa asnjë gjë. Unë mendoj që Eliona është në gjendjen e saj më të mirë edhe më të bukur që të zgjedhën djalin ideal të jetës dhe mendoj që karakterin, edukatën, zemrën që ka Eliona të gjithë djemt do ta donin. Deri më tani që të mos të shpifi, une nuk shoh një afrimitet dashurie mes Klodit edhe Elionës. Shoh një afrimitet vllazëror edhe motre. Për shembull, ne në fillim hamenconin portale që Londrimi dhe Klodi janë homoseksual, por unë gjithmonë kam qenë skeptik në këtë situatë, sepse kam thënë që Klodi këtë lojë mund ta përdorën për interesin e tij. Mund ta përdorën që jashtë del si biseksual, a në fund të ditës ai është duke folur tematikat, ngjarjet, do të thënë është duke e bërë veten që të diskutohet në shtëpi dhe të ngren një tabu, do me thënë të flet për një tabu. Dhe realisht duket që Klodi nuk është se ka ndjenja dashurie për Londrimin, por thjesht ka në afrimitetin e dy miqve që realisht ne në kohën ku jetojmë nuk jemi mësuar që të shohim dy shok kaq të afërt. Dhe kështu ne shoh marrëdhënien e Klodit edhe të Londrimit. Në anën tjetër, nëse flasim për respektin që Klodi ka ndaj Elionës, më duket një respekt shumë i sinqert, më duket një lidhje shumë e vërtetë dhe mendoj që kjo lidhje do të jetë shumë afatgjate brenda kësaj shtëpie, ndërsa dashuria që i dha Eliona dje Klodit mu duk një dashuri shumë vllazërore. Realisht do të thënë ai përqafimi që ty të jepet në momentin kur je shumë i mërzitur dhe ka njerëz që ty të qëndrojnë pranë. Dua të marr mendimin tuaj për këtë koment.